Në mëngjes. Me kënd po flasim? Elmia nga Lundra. Po, zotëri Elmi, cili është problemi? Problemi është në fshatin Beqeq, komuna e Voshtrisë, por ujësjellsin. Po? S'kemi ujësjellës. Edhe tashu pushimet po afrohen, kur të vim s'po ka ujë që është mjaftueshëm. Veç kush e ka pe puseve, pe bonarës, i thënë ndryshe s'ka ujë dhe ata shumica e njerëzve të morë veç me cisterna. Po. Ku më thirë edhe unë edhe përpara, ku më thirë i ka 3-4 hera ma tepër që 2 vjetë. Po. Po, si mas atyne që pëthojnë kjo kontrata kolektive, tash qaja nuk po mujnë për që ta me lëshuin. Beqi që ka metë më duket fshati i fundit që di janë Kosova, edhe në Voshtri pas e po. Po. Shumë keq, ka mbi 40 shtëpi janë dikon që ato. Ato gypat dhe që kanë lëshu gati që po bohën 1 vjetë e diçka 2, as që nërë me në gjitë urat, as që nërë kur që më punu diçka tjetër heqë. Po, ju kuptoj zotëri Elmi. Gjendja shumë e keqe. Po, e vërtet se përmendus pra dhe ju këtë pjesën e kontratave kolektive, e që besom ka qenë dhe shpjegimi që po e japim shumë kohëve të fundit këta zyrtarët komunal, po do t'ju pyesim pa tjetër, ndoshta në mesin e projekt apo me aq fonda sa ju ka mbetë dhe munden me rishiku pak situatën sa i përket fshatit Beqeq në Voshtri. Se dhe për njëtët fshatë dhe kryetari vjen, po unë e kam qenë para 1 muje diçka në Kosovë. Ishtë atë në komune, po shkova të një person që ishtë përgjegjës për që të punë, të sjellë, se isha edhe të ata kërëus, ata më thanë me shku në komunë, kur shkova 1-2-3 herë mrena jave, që atë përsurin që më thanë ata nuk e gjetë, ato theshin në teren, nuk e di ku ka qenë, po theshin 8 ora, shkojsha në 8, ai nuk ish ato. Po. Edhe mos mujta me morë përgjigje kur fora për kërkuj. Po ju kuptoj. Pa tjetër që do të flasim me dikë nga komuna me vetë kryetarin realisht, ta pyesim si janë planet për këtë pjesë dhe nëse pra do të ketë ndonjë planifikim për ta rregulluar apo jo. Dua të rikthehemi edhe pak tek Voshtria, tek shtylla elektrike e dëmtuar dhe ta shohim edhe një herë këtë video.